sa më të idhur t'jenë këta në luftë me mua, zullumi këputet kun trashet shumë. Aq më shumë do ta trashin zullumin këta. Mirë, rikthehemi te pyetja ime se do ta vazhdojmë këtë pjesë. Do ta kem fundin më të lehtë në qoftë se do ta lodhin popullin më pak. Dhe unë u bithire që mos bëni pazare, edhe qa fuqit këtë presidenti, do t'ja u prish të gjitha këto pazare që jeni duke bërë. Dhe mos kujtoni se unë jam ndonjë gjethe kështu e shkëputur në ajër. Revolucionet, se ky është një revolucion, ky që po ju them unë. Revolucionet nuk bëhen vetëm nga faktorët e brendshëm, por bëhen dhe nga kombinimi me faktorët e jashtëm, sidomos në vendet të vogla. Në thonjë, se ky nuk do jetë një revolucion me gjak, ky do jetë një revolucion sistemi. Do të ketë edhe dhimbje dhe dhunë, sigurisht, sepse këta nuk do duan të lëshojnë pushtetin, por dhimbjet do t'ja u shkaktoj drejtësia. Dhe me të gjitha instrumentat ligjore që ky do t'ja vetes duke menduar që do të zgjidhet Rama dhe më vonë ndonjë njeri i Berishës mbas 2 mandateve, siç do t'i bëjnë këta pazaret, duhet ta dinë se këta të dy po bën pazare për këtë çështje dhe do më kundërvijnë mua, këta të dy i përkasin kabalës. Rama dihet që është me kabalën, po kabala është duke ikur në Evropë. Shikonin në Gjermani, po fiton AFD-ja. Shikonin në Britani, do të ketë ndryshime të mëdha. Shikonin të gjithë Evropën, do të ketë ndryshime të mëdha. Në Francë. Do të bien gjithë kabalistët dhe dylberistët. Dhe do fitojnë nacionalistët.